Rruga është në këtë lloj forme siç ju tregova. Plerat janë këtu, ndërsa kryeministri në Tiranë thotë që do e fusë Shqipërinë në Europë. Hajde pak në fushkryj dhe shiko fushkryjen. Ju përshëndes gjithëve, ndodhem fushkryj në një nga rrugët më të amortizuara të fushkryjes. Shikojmë se si duhet makinas për me kalu, janë gropa për me hyrë karritja mrena, ndodhem pikërisht te kodra e çelëve dhe çdo ditë kjo rrugë që përdoret nga drejtuesit e automjeteve, përgjithsisht që vinë këtu dhe përdorin këtë rrugë qoftë për të shkuar në shtëpinë e vet, qoftë për të shkuar drejt Tiranës, është një nga rrugët më të shkatruara të qytetit fushkryes, por ndoshta edhe të Shqipërisë në këtë lloj forme. Pra keni parasysh që dikur ka pas asfalt, tani është në të gjithë gjatësinë e saj në këtë lloj forme, kujdes, çdo ditë. Prandaj rruga deri te burgu është shtru. Unë nuk e kuptoj pse kjo pjesa tjetër nuk është shtru. A janë banorët të barabartë si ata që jetojnë më afër burgut ose më larg burgut, më afër qytetit ose më larg qytetit? Kjo është një nga lagjet e rëndësishme të fushkryes. Nuk është fshat fushkryje, kujdes. Është lagje e fushkryes, ajo që quhet ndryshe kodra e çelëve. Ndodhem tek segmenti tjetër, pikërisht i rrugës Shelve, për me kuptuar amortizimin që ka psu kjo rrugë, është në të gjithë gjatësinë e saj kështu. Tani shikojmë anën tjetër. Këto janë gunga, gropa që gjithë makinat që kalojnë këtu shkojnë për shërbime. Po më thonin çunat që nuk i bin më për me shku në shtëpi këtej, po ndjekin një rrugë sikur me kap veshin këtë lloj forme. Tani sikur mos mjaftoi kjo, t'ju prezantoj pak me epideminë. Shikojmë mënyrën se si është kodra e çelëve, një nga lagjet më të rëndësishme të fushkryes, fisi çela, fis shumë i rëndësishëm, duhet të thënë një nga fiset e para autoktone në Shqipëri, ka dhe fise tjera, por sigurisht që është një fis fushkryj formues. Pra, shikojmë se si e kanë lënë këtë lloj forme dhe kjo nuk ka vetëm tani, unë e kam denoncuar edhe gjatë fushatës elektorale. Ndodhem në një segment tjetër të rrugës, pra shikojmë këto janë të gjithë gropa. Gropat kanë qenë më të mëdha, por banorët janë tregu zgjut dhe i kanë mush vetë gropat. Shikoj me çfarë i kanë mush, me materiale inerte, me tjegulla të thyera, me tulla, me copa gurësh, me copa betoni. Shikojmë edhe këtu. Nga kalimi i makinave, kjo pjesë është shtru vetë, po imagjinoni sikur di pak shi. Këtu ndodhem tek kryqëzimi i burgut fushkryes, pra pas shtëpinë time është burgu i fushkryes, ndërkohë kjo pjesë që të lidh me qytetin është shtruar kohëve të fundit edhe pas denoncimeve që kemi bërë në fushatë elektorale, ndërkohë pjesa e kodrës dervinëve është pikërisht në këtë lloj gjendje, siç e shikoni. Pra në të gjithë gjatësinë e saj, që del tek rruga Kryes, është në këtë lloj gjendje.